Përshëndetje, jemi që përshëndes Mimoza Elezi dhe jam përsëri këtu me shpalosjen e defterit të Sanxhakut Arvanit, që është një defter, pra një libër, i përmbledhur nga historiani i shquar turk Halil İnancık, ku në këtë libër, siç e kam theksuar edhe në programet e mëparshme, mbahen dokumentet më të hershme për sa i përket përbërjes së Shqipërisë, pra fshatrave shqiptar, popullsisë shqiptare, të ardhur të asaj kohe dhe gjithçka. Pra, këtu nuk i kemi të gjithë dokumentet e asaj kohe për të gjithë fshatrat dhe për të gjithë zonat e Shqipërisë, për arsye se në ato kohë Perandoria Osmane nuk ishte zotëruese në të gjithë trojet shqiptare. Por patjetër që këto regjistrime ajo nuk i ka mbajtur për të mirën tonë, por këto regjistrime ajo i mbante për arsye sepse asaj i interesonin. Pa duke krijuar administralitë, timarlitë, të cilët ishin disa shërbëtorë besnik të Perandorisë Osmane, në të cilat shënonin përbërjen e çdo fshati, popullsinë e fshatit, sepse nga ato do të mblidhen të ardhurat. Pra, ato të cilët ishin besnikët dhe shënonin me imtësi përbërjen e fshatit, popullsinë e fshatit, të ardhurët e fshatit, në bazë të tyre do të mblidheshin edhe taksa dhe në bazë të tyre patjetër që do të dilte edhe numri i djemve që do të merreshin për ushtar ose për shërbime të tjera në varësinë e Perandorisë Osmane. Por këto dokumente sot janë në interesin ton sepse kemi shumë fshatra të zhdukura, kemi shumë krahina të zhdukura dhe kemi shumë fshatra të konvertuara, pra të cilët kanë ndryshuar edhe statusin e tyre. Profesori dhe historiani i shquar turk Halil İnancık e ka bërë përmbledhje e këtij defteri duke i vënë emrin Sanxhaki Arvanit, siç është edhe nga emri dhe siç janë edhe nga shënimet e burimeve osmane. Arvanit quhej ajo pjesë e Epirit, duke përfshirë edhe Çamërinë, ku popullsia e këtyre vendeve fliste gjuhën shqipe dhe mbajshin emra shqiptar, që kjo ishte një veçori që e dallonte nga popujt e tjerë. Nuk po e theksoj përsëri se çfarë taksash paguanin banorët dhe cili ishte ndryshimi në mes të taksave që paguanin të krishterët dhe muslimanët, pra dallimin në mes tyre, sepse i kam cilësuar edhe në programet e mëparshme. Ato të cilët rastisin për herë të parë këtë program dhe duan të marrin informacione mbi këtë, ju lutem ndiqni programin që nga fillimi, sepse kishin një dallim të madh të pagesës së taksave nga të krishterët dhe nga muslimanët. Pra, muslimanët ishin më të avancuar dhe shumë taksa nuk i paguanin, ndërsa të krishterët kishin taksa shumë të rënda, dhe ky ishte edhe ai ndikimi i madh që ka bërë që shumë familje shqiptare të ktheheshin nga të krishterë në musliman. Dua të theksoj se programet e mia me tema të tilla, pra me shpalosjet e dokumenteve ose me çështjen e shqiptarëve të Turqisë, shfaqen çdo të mërkurë dhe çdo të shtunë në orën 18 të darkës. Ju lutem, ato të cilët i quajnë të vlerëshme këto programe, së pari të klikojnë të bëjnë like të videot e mia, të komentojnë në videot e mia, të bërë shpërndarje në videove të mia dhe pse jo të mos bëheni edhe abonent mujor me diçka minimale në kanalin tim, dhe kjo do të jetë një përkrahje e madhe ndaj punës që unë po bëj, sepse me të vërtet është një punë që don goxha kohë. Së pari më duhet të bëj përkthimin e këtyre defteri që është në gjuhën e vjetër turke dhe ka disa fjalë osmane, dhe kjo merr një kohë goxha të madhe. Pasi të bërë përkthimin duhet ta shkruaj, pasi ta shkruaj më duhet ta bëj ta regjistroj, pasi ta regjistroj më duhet ta montazhoj, pasi montazhoj më duhet që ta bëj të gatshëm ta hedhë në YouTube, dhe patjetër që një program i shkurtër qoftë se 10 deri në 20 minuta më merr 2 ditë kohë. Pra nuk është një punë e lehtë, është një punë që më kushton goxha kohë. Dhe shpresoj që të kem sa më tepër abonent me, dhe kjo do të thotë që kam kaq miq.